kuptim. Mirë, po këtë që ka po flasëm, ne veç përjashtojmë afatin kohor shkeljes së kushtetueshmërisë. Ne çka po dojmë që të riparohet sa më shpejt dhe të shkojmë në veprime konkrete. Ai edhe ashtu po ka qef në me çunë gjykatë kushtetuese, sepse krijohet një mbrojtje në opinion publik se derisa të vendosë gjykata kushtetuese nuk mund me krijuar. Ajo faktikisht ai po blen kohë, po shqihet këtë prej aeroplanit, po dënë me çu Kosovën zgjedhje me 27 dhjetor. Këto albolena, këto në hajgare, këto që po bojnë, edhe që ka me bo detarsh me këto paracitjet e tina. Po të cënohet shteti, krejt shteti është vu në funksion të pushtetit Albin Kurtit. Qysh me rujt pushtetin Albin Kurtit? Dhe me thonë, një lëvizje, një parti që të ardhmën e shtetit, perspektivën e saj, e ka përkthy në interes individual të një individi dhe partisë tina. Që kjo është përgjigje, dhe nuk e përgjigje tjetër. Ne mund të flasim ditë të natë, po kjo është e vërteta dhe këtu po dalim. Ta kish pas çështjen emergjente. Qysh e kemë? Se në vjetë gjysë, gati 2 qytetarë shtatorë që jenë pa institucione. Rezultatet kanë dalë me 14 qershor. Ai me kanë dalë, po thamë, jo zyrtare. Po është ditë sa vota e kanë bile, është ditë edhe emrat e deputetëve që janë me 14 qershor. Pej 14 qershor deri me 20 qershor ai kish me thirr krejt kryetarët e partive. S'ka pas nevojë me thirr me media. Po kish përpjek me gjetë zgjidhje. Na nuk po shohëm te kryeministi përpjekje për me gjetë zgjidhje. Na po shohëm te kryeministri në detyrë përpjekje me gjetë fajtor pse po shkojmë zgjedhje.